Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Sot është data 27, muaj është janar vitit 2026. Gjykata kushtetuese ka pranuar 2 iniciativa dhe i ka regjistruar. Njëra iniciativë është e dorëzuar nga Zjedhin Sela, Ilire Dauti dhe Elmi Aziri, që paraqesin partinë politike Aleanca për Shqiptarët. Dhe lënda e dytë ka të bëj me Ylli Paçukën, parashtruesi i iniciativës private. Dhe janë edhe numrat. Pra, të shohim se si të zhvillohet tashtutje në gjykatën kushtetuese kjo iniciativë e dorëzuar që ka të bëj me ligjin për kundërvajtje. E dini, Aleanca konteston çdo gjë aty dhe ka të drejtë. Mirë po, sonte misafir në TV21 ishte Mickoski, i cili, miq të mi, merrni me mend, asnjë fjalë nuk e tha për këtë sepse nuk implementohet në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Asnjë fjalë. Foli për çdo gjë, ikun e të djathtë, ikun e të majt, vetëm që nuk bënin ndeshje dikund me vetveten. Por, gjatë ditës, pra, nuk lëshon pehë se përket iniciativës, mirë po gjatë ditës, ai u takua dhe me gazetarët dhe foli për diçka shumë interesante. Ta dëgjoj. Che ima stretto, nekosh. Lidhjen. Po pra, e kishte për Ali Ahmetin. Sipas asaj që qarkullon, jo zyrtarisht në për kuluaret politike të gjitha partive politike dhe të bloku shqiptarët të bloku Maqedonisë, gjë se ka pasur një marrëveshje për votim të ligjit për kundërvajtje Safesiti. Në ndërkohë, duke parë se në kuvend deputetët e BDI-s janë grumbulluar votat, ata vendosën që të bëhen patriot, pra nuk e votuan. Kështu thonë partitë tjera që nuk janë me BDI. Pra, për atë edhe tha se do ketë ndonjë takim. Por kur nuk e bëri me dije, ke problemi ti. Unë do ndalem në diçka tjetër pak më gjatë. Tetovarët edhe njëherë do duhet të matin jo guximin, jo trimërin, por durimin. Bilat Kasami dhe njerë po tregot pa vizion ekonomik. Sot, në Kuvendin Komunal u diskutua për ndërmarrjen publike komunale share. Ndërsa nga më mirë për Tetovën theksuan se po përgatitet privatizim i ndërmarrjes publike komunale share. Të ndalem pak në këto muhabete. Furnizimi me ujë është monopol publik me interes jetik dhe nuk mund të trajtohet si treg i lirë pa shkelur interesin publik të privatizimit. Në praktik, privatizimi i ujit konsiderohet rrezik serioz social dhe shpesh kontestohet. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut vlen kjo thënie. Uji është pasuri publike, nuk është mall i lirë tregu. Furnizimi me ujë të pishëm është veprimtari me interes publik. Zakonisht kryet nga ndërmarrjet publike komunale. Pra është monopol lokal. Çfarë do thotë kjo praktikisht? Pa abuzim. Qytetari nuk ka zgjidhje tjetër si furnizues të rregullt, pra është monopol. Komuna ka detyrim ligjor ta menaxhojë me çmime të arsyeshme, transparencë. Nuk ndalohet absolutisht privatizimi, por lejohet vetëm me procedurë strikte ligjore, me interes publik të arsyetuar dhe mbikëqyrje të fortë shtetërore. Kryetari i Komunës së Tetovës Bilat Kasami më tani nuk ka dëshmuar asnjë vlerë ekspertize ekonomike, pra si ekspert ekonomik, apo model efikas me menaxhimi publik. Çdo gjë që pati dhe gjeti në komunë i shiti. Përkundrazi, veprimet e tij tregojnë një prirje të qartë drejt privatizimit të asaj që ka gjetur funksionale në komunë pa investuar në përmirësim të menaxhimit publik. Rasti më i fundit është ndërmarrja publike komunale Shar Tetovë, sipas më mirë për Tetovën. Shqipëria e re parashë një çmim prej 51.850 denarësh, rreth 843 euro për orë mbajtjes digital në banesë kolektive. Ky çmim është dukshëm mbi çmimet e tregut dhe sipas informatave të disponueshme është përcaktuar pa procedurë të rregullt të prokurimit publik, ka ngritur dyshime serioze për shkelje ligjore. Ende nuk dihet cila firmë do të furnizojë ormacën. Sipas cilave kriterë është përcaktuar çmimi dhe sa do të jenë çmimet për shtëpitë individuale. Këto paqartësi nuk janë astësore. Ato kryejnë ndishimin e arsyeshëm se po përgatitet terreni për privatizimin e NPK Share, sepse sipas modelit të njëjtë që përdor më herët në rastin e së më herët.
Fillimisht rritje çmimesh dhe kaos menaxher, pastaj arsyetim për privatizim. Pyetja kryesore mbetet, apo shkatërrohet qëllimisht menaxhimi publik për të hapur rrugën kapitalit privat? Si të ishte ajo, od ko goje, mno goje, pra. Atë që po e shohim nga Bilal Kasami, si si dhe që komunën, është tepër. As një menaxhim të thuash, kjo diti ta menaxhoj, por kur gjë, merr shit. Të shohim se çka ka mbetur për të shit edhe si vjet. Po, unë kisha lutë të gjithë këshilltarët, pa dallim për cilit koalicion vijnë, të jenë pak më vigjilent për këtë çështje, se pastaj mos vije puna bëhemi qesharak para qytetarëve, sipas kësaj çmimores që na keni dërguar ju si material, dallimi në çmim ka shumë pak. Gati se vetëm në 5 shërbime, në fakt jo 5, po janë dikondit e 9 shërbime që është ndryshuar çmimi dhe është çmim simbolik, nuk është shumë i madh. Edhe ka shtojca të shërbimeve që janë dikondi ndoshta mund të jenë 7 shërbime tjera. Çka vura re është kjo pjesa e taksës që shtohet, që nuk ka qenë te çmimorja paraprake. Është taksa për kyçjen në rrjetin e ujësillësit edhe kanalizimit, që është diku mbi 500 euro për secilin. Edhe që është më interesantja, pasi i nderuari përfaqësuesi në PK-sharit na tha se ende nuk kanë marrë ormatës, ndoshta të çelin tender, ndoshta jo, mirë po si duket, vendosja e ujmatësit kontrollues të shoh është 51.850 denar, është në shumë diku 843 euro, çështje që nuk ka ekzistuar më herët. Kështu që ju kisha lut këshilltarëve që të jenë të kujdesshëm edhe këtë pikë mos e votojmë, pasi është shumë e paqartë. Se për çka do shërbejnë, çfarë ujmatës janë këto, janë sahata Zvicra, çka është puna, se 843 euro është shumë pare. Mos e votojnë që mos bëhemi qesharak si me punën e sa për më herët, pastaj të gjithë këshilltarët për shtëpiat e tyre ankoheshin. Po pra, e keni votuar. Tetovarët e kanë votuar, ata që e kanë votuar Bilal Kasamin dhe do dëroni. Pra më tepër se sa një orë matëse e rrymës elektrike, e kështu me radhë. Pra, Mickovski në intervistën e sotme tha dhe këtë, nëse duhet që të vjerë qeveria, letë bie, jam përgatitur për këtë rrezik, pra, për shkak të ligjit Safi City. Për as një fjalë, buri botës nuk e tha pse nuk e implementohet në gjithë territorin. E dëgjuat mbrëm. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami tha, unë kam kërkuar që Tetova të jetë të hyjë në Safi City. Dhe dini pse, sepse nuk ka kapacitet as intelektual, as njerëzor për ta bërë, mos themi edhe privat, për ta bërë një parking në kat. Dhe kështu që i vije si shpresë, shpëtim dhe do e mbuloj gjithë muhabetin e tij. Nuk kemi çka të bëjmë, Safi City po e kryen punën. Целта не е да се наплатат казни. Целта не е да се наплатат казни, граѓаните треба да знаат дека прво има толеранција, согласно меѓународното право, а казната е за во рамките на како велат 5 км на час ако возам, немате казна. Ако 50, ако возите, Pra nuk është kjo punë e kryeministrit të sqaroj se si do të shkojë punë e shëllënëve të tjera, por ai që të ikë përgjigje se pse vetëm në komunat shqiptare, edhe gazetari i TV-s të njëshit në emisionin e Gjuhën Maqedonase se nuk ja parashtropitin, është çështje tjetër. 1 километар. Ако немаат повторна ве каза, може да го гледат ќе биде толеранцијата. Да змислуваме ќе видиме од прв. Но ако возите 10 и повеќе, наместо 50 возите 60, ќе ве казнат 15 евра. И ако платите за 8 дена, казната ќе биде на половина. Сакам да кажам дека не е тоа целта. Не е тоа целта. Целта е да се делува едукативно и превентивно. Многумина, веруват, постоја многу иницијативи во минатото од моите соработници. Многумина во 5 до 12 се откажа од имплементацијата. Оценија политички ризик. Мојот одговор е следен. Ако за ова треба ова влада да пане, дека ќе спасиме човечки животи. Po pra, arsyetimi i vetëm deri tash i cili qëndron është askush nuk ka, kërkush pra nuk ka kundër Safi Cityt, mirë po pse vetëm në një gjuhë
dhe pse implementohet vetëm në 3 qytete shqiptare, ku shumica dërmues janë shqiptarët. Kjo mbetet Vlenit, i cili është në qeveri, por Vlenit nuk i shkruhet mirë. Veç kanë filluar të japin ndërheqje gjithandej kanë filluar të japin ndërheqje, bile është një ndërheqje, unë çudita se si njeriu shkoni pa përgatitur në komision ku duhet të zgjidhet një antar e komisionit gjinisë femrore, nuk do ja përmend emrin, po do ja përmend Xhan Ahmet, është tërhequr nga pas intervistës skandaloze, thot koha.mk. Nuk e them unë, ajo e thot. Pastaj ndryshime në shtëpinë e shëndetit në Tetov, njerëzit e LD-s së Tetovës tërhiqen dhe kështu me radhë. Diçka nuk po shkon me LD-n e Izet Mexhitit. Izet Mexhiti edhe ashtu, është koha që të përgjigjet për atë se çfarë ka bërë gjatë gjitha mandateve në komunën e LMBDI, në komunën e Çajirit. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe.